Policia e Shkodrës ka hedhur dritë mbi ngjarjen e ndodhur më 21 maj, ku dhënua drejtori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Shkodër, Ramir Haderi. Në kuadër të hetimeve është arrestuar shtetësi Elis Q, banues në lagjen Kiras, i dyshuar se ka ndihmuar autorin e sulmit duke transportuar me automjet para dhe pas ngjarjes. Ndërkohë, policia ka identifikuar edhe personin e dyshuar si autor të drejt të goditjes ndaj Haderit, i cili është shpallur në kërkim. Policia e rendit po vijon operacionet për lokalizimin dhe arrestimin e tij. Sulmi ndodhi në lagjen Rus të Shkodrës, ku drejtori i AKU u godit fizikisht nga një person që më pas u largua nga vendi i ngjarjes. Si pasojë, Haderi pësoi dëmtime në zonën e vetullës dhe mori ndihmë mjekësore. Një ditë pas incidentit, ai reagoi publikisht duke deklaruar se nuk do të dërhiqet nga detyra dhe se do të vijojë normalisht punën. Hetimet janë ende në zhvillim për të zbardhur plotësisht motivet e ngjarjes. Sipas burimeve hetimore, dyshohet se sulmi mund të ketë lidhje me detyrën e Haderit, ndërsa po verifikohen edhe mundësitë e një sulmi të organizuar. Policia e Shkodrës bën me dije se po punohet për identifikimin dhe kapjen e të gjithë personave të përfshirë në këtë ngjarje.